Presidenti serb Aleksandar Vučić ka reaguar ndaj deklaratës së ish-ministrit kroat të mbrojtjes, Anto Kotromanović, lidhur me Kosovën, duke thënë se Serbia nuk ka shfaqur synim që me armë të kthejë atë që i përket Serbisë dhe se një gjë e tillë sipas tij nuk do të ndodhte. Ne nuk kemi treguar kur asnjë qëllim për të përdorur armë për të kthyer atë që i përket Serbisë dhe as nuk do ta bënim, por është mirë që të dimë qëllimet e tyre, se ata janë gjithashtu të gatshëm të përdorin armë për të mbrojtur sjelljet e paligjshme dhe sjelljet kundër Kartës së Kombeve të Bashkuara, deklaroi presidenti serb. Ndryshe, Vučić shquhet për deklarimet nacionaliste për Kosovën dhe të gjitha këto me një synim, për përdorim të brendshëm. Detyra jonë është të themi jo, ne do ta mbështesim kushtetutën dhe do ta mbajmë Kosovën brenda Serbisë. Kosova dhe Metohia janë pjesë integrale e Serbisë. Kjo është e shkruar në kushtetutën serbe dhe për ne është shkrimi i shenjtë, deklaroi Aleksandar Vučić.